moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjedo bashe Shikues nderuar, televizion shqiptar të Amerikës ju përshëndes, jemi në emisionin Historia Shqiptare. Kemi sjellë të ftuar në këtë emision. Edhe emisioni sot është jashtëzakonisht i gëzueshëm, pasi është një emision suksesi. Nuk është vetëm individual, por është një profesion që lidhet me të gjithë shqiptarët, veçanërisht me ata që jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Michigan. Ky lloj emisioni, shikues nderuar, është i hapur për të gjithë, por sot të ftuarin e kam shumë të nderuar. Është i nderuar pasi vjen nga fusha e mjekësisë këtu në Michigan, njëkohësisht ka një background jashtëzakonisht të nivelit të lartë, ka kryer studimet në Evropë, vjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, konverton diplomën, jep provimet, mandej aktualisht fillon e punon në disa klinikat shumë të rëndësishme dhe disa spitale këtu në Michigan. Dhe kam nderin që kohës nderuar t'ju prezantoj kardiologun, doktor Rudin Gjeka, i cili ka pranuar ftesën të vinë në bisedë së bashku në një kohë kur unë kam emocione, por kam edhe një mbushje zemre me gëzim, pasi suksesi i tij në fushën e mjekësisë është sukses i cili shërben të gjithë shqiptarëve kudo që janë, veçanërisht që thamë në Michigan. Doktor Gjeka, mirë se ke ardhur. Shumë faleminderit për ftesën, Gani. Është kënaqësia jemja që jam këtu. Të falenderoj për prezantimin që më bëne, e për shumë histori tjera shqiptare që i ke promovu. Deshta edhe me të përgëzu për punën tonë të palodhshme, 25 vjetorin që sapo e festuam tonë së bashku. E të uroj jetë gjatësi, ty si person, si profesion, edhe si emision që e drejtoni si televizion. Faleminderit për këto komplimente, por që të jem më e sinqert dhe të jem me shikuesit. Unë ndjem jashtëzakonisht i privilegjuar që të kem në panel, siç që kam juve pra këtu të ftuar sot, një doktor i nivelit të lartë. Juve do t'i sillni vetë sukseset tuaja, pasi keni mbaruar shkëlqyeshëm në Evropë këtë deg, është më tepër për mjekësi. Po ashtu edhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë do t'ju veçonja shumë, shikues nderuar, kemi një orë ca para se të fillonim bisedën, vetëm pyetje, çdo pjesëtar që kemi këtu në televizion, por edhe të tjerë që kanë qenë jashtë televizorit pa patë mundësi për të lidhur me telefon, kemi folur një orë këshillime, pra kemi marrë sugjerime nga doktor Gjeka dhe këtu kuptohet dhe rëndësia. Kjo nuk është pjesë e regjisë të emisionit, por unë do ta them për rëndësinë që ka një doktor e veçanërisht në fushën e kardiologjisë pra të zemrës. Dhe ju jeni shumë rëndësishëm. Neve si shërbëtorë të komunitetit, sigurisht ndihemi mirë kur ju shërbejmë juve dhe ju hapim hapësira e ju lidhim me komunitetin, sepse mua më bën shumë përshtypje, unë jam pacienti juaj me gjithë familjen time dhe mënyra si na keni pritur në klinikën tuaj, unë nuk di se si t'ja është përbrej, pasi na keni shëruar me fjalët e mira që keni thënë, na keni shëruar me mënyrën se si na keni shpjeguar, dhe të gjitha ato këshillat që ju na dhat, ne kemi zbatuar dhe na kanë dhënë dhe suksese, pasi po kalon një kohë gjatë po shikojmë e të falenderoj shumë. Por të vim tek jeta juaj, sepse të ndërtosh e të arrish këto suksese ka një investim të madh. Ka dhe një gen, edhe mund ta sjellni sot, pra cila është familja juaj, nga cilë tereve Shqipërisë jeni, mund të e thoni për shikuesit. Po tjetër. Po filloj me prindët e mi, do me thonë që kanë investu çdo sakrificë e tyne është kanë për fëmijët e tyne mu eduku, mu shkollu, me kanë suksesshëm. Të dy prindë kam në fushë të mjekësisë, baba ka qenë mjek në Shqipëri për vite, mjek i përgjithshëm si fillim, doktor Nu Gjeka, masanej u specializu në fushën e ginekologjisë, e ka punu deri moshën 65 vjeçare që doli në pension edhe ka të jeton me ne.
familja e tij ka ardhur prej familje shumë thjesht sikur ishin për herë në Shqipëri. Edhe sakrificat e tij kur mi thot, do me thonë, më duket se kam bë une. E kam hek keqën, po asnjëherë sa të vështirë ka pas ai me dal mjek prej një si thash edhe herë, prej një familje shumë thjesht, një kohë të vështirë komuniste që ju e keni jetu më shumë se une, po pak e mojmen edhe unë. Edhe kanë punu pa mas për fëmijët, 8-4 fëmijëve na kanë eduku. Sakrifica që do me thonë do një emision në vete, vetëm për prindë e mi. Nona ka punu si mamije në Shqipëri, edhe masanej si infermiere për komunitetin, se unë jam linë e rritë në Velipoj, sikur se janë edhe prindë e mi, origjinin e kena ka baba e na Lohjan me origjinë, po me qindra vite në Velipoj, në Shkodër, do me thonë. Nërsa nona është prej origjinë në Malësit e Shkrelit. Kam jetu në Shqipëri për 18 vite, kam bërë shkollimin në shkollën e Velipojës biles, kur ishte ala, si kur ishte përparën, shkolla 8 fillore, 8 vjeçore, gjimnaz, tash i kanë ndryshu. Po gjimnazin e kam marru në Velipoj, masanej mora venimin vetë, me të thonë drejten, me shku në Itali. Fillimisht prind nuk ishin dakord se si prindi, i donë fëmijët afër. Fushën e mjekësisë e kam pas qef gjithmonë. Para se të shkojmë tek fusha e mjekësisë, doktor Gjeka, kujtimet tuaja për ato vitet fëmijërisë derisa mbarove gjimnazin? Kujtimet bukra, kur shkoj mrapa në atë kohë, s'ka pas teknologji. Si fëmijë, tonë kohën të lujt jashtë, Velipoja është edhe është fshat faktikisht. Tash është bo sikur qytet nga që është zhvillu jashtëzakonisht prej plazhit, por në atë kohë si fëmijë, shkollë edhe jashtë, do me thonë, me ban detyrat edhe aktivitetet jashtme, është kënë fëmijë e bukur, e jashtëzakonshme në atë kohë. Por me periudat e veta, si që shëllë ti, gjonat nërshojnë, teknologjia që nuk është e keqe faktikisht, në qofë se e përdor në rrugët e duhna, por kam kujtime jashtëzakonisht bukura për Shqipërisë. E kujtoj gjithmonë me mallë, me dashamirësi kohën në Shqipëri. Ti e din, janë kënë pothuajse gjithë isaj atër, nuk ka pas shtresat ndryshme, s'ka pas pasuria sikur nuk është vlerësu në atë kohë. E ke parasysh njerëzit janë kënë shumë më të dhonën mas njëri tjetrit, me një mu njëri tjetrin, kohët bukra në përgjithësi. Në babë në fushën e mjekësisë, sa ka ndikuar në botën tuaj për zgjedhjen e profesionit prindrit të dy me mjekësinë, apo keni pasur dhe vetë talent, pra i ndjerë në botën tuaj të brendshme që të vazhdonit për mjekësi? Unë e maj men verin qysh fëmijë, që shkosha se baba ka pas atë zyrën e vetë me librat mjekësor, e ke parasysh me shkosha shfletosha këto librat mjekësor me foto, kisha jo këto dermatologjisë për shembull e kështu. Duket se geni është ken, por edhe sikur jam ken i dhonën. Por po të tregoj histori që baba vonë ma ka thonë, një shok i ngushtë i veti, një farë piket e kishte pyet që nër fëmijët tu, kush mendon se ka mu bë mjek? Unë isha i vogël. Edhe më tha, kam thonë Rudi. Edhe tash pa diskutim që ai ka niku edhe si i thonë këtej në shepin, që unë me profilizu në mjekësi, por asnjëherë në jetë nuk kam një presion që unë duhet mu bë mjek. Unë adhuroj fushën e mjekësisë, edhe tash që e ushtroj, do me thonë, menoj se asi fush tjetër nuk e kisha bë më mirë se këtë, se njëri ju punon çdo fush. Prandaj i falenderoj prindë se normal që i kanë niku, por e shoh vetin sot se nuk do të kishte kënë asi fush tjetër më përshtatshme për mua
si person. Na trego pak, jo si histori, por si arritje, suksesi, studimet në universitetin në Itali, ku i kreve, i keni realizuar me rezultatet shkëlqyera, e kjo është, do më të mbarosh shkëlqyeshëm në një vend tjetër kur të është dashur dhe gjuhën, të mësosh, shumë gjëra tjera. Mund na i tregosh pak? Po tjetër. Si që the edhe vetë, mënyra e shkollimit në përgjithësi në Europë, gjitha provimet janë orale, se nuk mjafton vetëm me i ditë gjanat, po duhet me i ditë edhe me ken orator, me i shpreh gjanat që i di. Se ti ata që thu kanë me një gjuhë profesorat, se për herë ishte i panel profesorash, e vështirë është kënë tranzicioni prej në Shqipëri, hera parë që i la familjen, ka ana psikologjike, por jam kënë edhe me motrën e vogël kam shku po thuj se paralel gjitha ne, ajo ka kënë me studime për ekonomi, unë për mjekësi, so jena kënë mështetës njëri tjetrit, edhe e vështirë është kënë, si kur provimi, se ka provim amisionit, do me thonë ishte dikun të gati 2000 studentat hujet italian për rreth 120 vene, në qovë se kujtet amam. Amësaj duhet me prit, provimi bëhet për i ditë në gjithë Italinë, për me evitu këto, si me ta thonë, s'po më vjen fjallat aman si kopimet ose pa rregullësit në përgjithësi. So, hapte zarfi ditën e provimit në gjithë Italinë. Pra nuk dishin pyetjet. Absolutisht. Biles, dhe vitin që e kam baun, u hap zarfi në Napoli, e kanë shty provimin e mjekësisë, 1 muaj e gjysmë. Sa është bën me vonesë, për arsye se u zbulu sikur një zarf dikun në kampanja, më duket në një zonë Napolit, u hap zarfi edhe nuk u mor vesh a u lexuan pyetjet apo jo, po pak rëndësi kishte, u shty provimi mjekësisë dikun të 4 deri në 6 javë se mojmen, se i bjen 2000, kur unë kam konkurruar për mjekësi, e fitova konkursin e mjekësisë, viti i parë shumë i vështirë. Shumë i vështirë. Se sa do kudo na gjuhën e dishim me komuniku, po është tjetër gjuha komunikimit të përditshëm me gjuhën mjekësore, e gjuhën shkencore. Biles e moj men mbështetje shumë e madhe, edhe prej në Shqipëri e tim atit që thote, të nisi ato unë e mi ka që, librat e vjetër të histologjisë Shqip, ato të vjetrat e tia, dhe me thonë, mas vitit para, mas anej, gjanat u bon më të leta, por gjithçka është më e vështirë kur je jashtë e larg vendit tënd, larg familjes, parësisht se thash edhe herë kam pas motrën, kam pas kushrit, afër t'japin forcë. Vetëm fakti që janë aty, se ata s'bojnë provime për ty, por fakti që janë aty, t'japin atë forcën, mbështetjen, edhe na si shqiptar jena si race e fort, do me thonë, do na me qa, do na me ecë, po nuk na shtypi kush që do me thonë na ecim. Edhe ashtu e marrova 6 vjeçaren, kam bollë i gjysmë vitit mas anej tezën eksperimentale, që dosha e marr maksimumin e pikëve në mjekësi, edhe dola me sukses, e kam marrë me excellence në Universitetin e Perugjës. E mas anej ishte venimi ose me nejtë në Itali, ose qëllimi kryesor ishte marrë në Shqipëri. Motra e madhe ishte këtu, edhe ajo është regjizore e gjithë bashkimit familjes në Amerikë, Belinës, motrës madhe. Fillimisht mori motrën e vogël, e mas anej erdha pa plan, me të thonë drejtën se unë dosha me fillu kirurgji në Itali, por për mu familja është mi çdo gjë. Synimi jonë ishte mu bë bashkë, ja kena arrit, jena bë tonë bashkë në Michigan. Edhe filloi kalvari mas i tranzicionit për Itali në Amerikë. Doktor Donafalish, do të bëjmë një shkëputje publicitare edhe do të kthehemi përsëri në bisedë. Shikues të nderuar, kthehemi pas pak.